Elhamdulillah, vlla dhe motër, kemi dy lloj marrëveshjesh. Marrëveshjet që kemi ne krijesat me njëri tjetrin dhe marrëveshja që ka krijesa me krijuesin e gjithësisë. Marrëveshjet që mund të kemi ne krijesat me njëri tjetrin mund të kenë afat, ose ndonjëri prej nesh vendos ta prish marrëveshjen. Dhe nuk ka asgjë të keqe. Ndërsa marrëveshja me krijuesin e gjithësisë asnjëherë nuk duhet të prishet. Do të përmend një ngjarje e cila ka ndodhur kohë më parë, bashkëshortja e Ibrahimit alayhis salam, Haxheria. Kur Ibrahimi alayhis salam vendos që Haxherën bashkë me djalin e saj, Ismailin, të vendoste në atë luginën e shkret në atë kohë, Haxheria i drejtohet Ibrahimit alayhis salam se ku po e linte. Më pas, pra se po t'ishte vendim ky i Ibrahimit alayhis salam, do t'i kujtonte detyrat që ka bashkëshorti ndaj bashkëshortes, detyrat që ka babai ndaj fëmijës, pra nuk lihet në shkretir. Dhe e pyet Haxheria më pas Ibrahimin alayhis salam, a Allahu pra t'ka urdhëruar për këtë? Ibrahimi alayhis salam i thot po. Haxheria, kjo grua besimtare, kjo grua e devotshme, e kujton më njëherë marrëveshjen e saj me krijuesin, se Zoti i gjithësisë është ai që kujdeset për ne. Dhe i thot më njëherë bashkëshortit të saj se nuk ka për të na humbë. Pra përderisa ky është vendimi i të Madhit Zot, urdhë